tash ka edhe 10 të tjerë persona që marrin para nga po ato fonde që janë persona që kanë bagazh shumë të madh profesionale dhe duhet përmendim që mungesa e fondeve ka rrezikuar jashtëzakonisht shumë përgatitjen e mbrojtjes së Hashim Thaqit, sidomos tek rasti i dytë me qenë se u përmend për shkak që gjatë periudhës më kritike kur mbrojtja është dashur që të përgatitet në të dyja rastet paralelisht, edhe për mocionin e rëndësishëm që është rrëzuar me 16 korrik, edhe për fazën paraprake, përfundimin e saj, se tash vetë se gati është për të filluar gjykimi te rasti i dytë, më shumë se 2 anëtarë të ekipit të mbrojtjes kanë punuar falas, pa pagesë, vetëm për shkak që e kanë pas sa serioze është gjendja. Këtë nuk do ta bënte asnjë person, avokati e din shumë mirë, sidomos ndërkombëtarët që të punojnë pa pagesë, duke e ditur volumin e madh të lëndëve dhe duke e ditur që kanë punuar çdo ditë në 7 ditë të javës nga 18 orë në ditë, shto fakte të tjera. Për të dyja rastit paralelisht, për shkak që gjykata nuk ka pranuar që m'ia veçu procedurën dhe ja ka rëndu akoma. Më falë që për ndërhyj. Kjo që ka po themi ne këto që ata kanë punu ka 18 orë, 2 rasti, 2 ne kemi akuzën, nuk kam pas edhe ofertë, madje kam negociu me tribunalin të ashtu quajtur dhomat e specializuara për t'ju bashku, për ta marrë si lead counsel zotin Smaka, kam di kështu detaje për cilat as nuk pëdu. Më flas 18 orë në ditë për të dyja rastet. Tash s'pëdu as me se i kam kolege, respektoj Misheticin, madje Mekve, e tjera, nëse dikush i merr 10 milion vet për një mbrojtje, pasha zotën do të me shtri pak një dorën edhe për çështjet cilat ta afektojnë pjesën tjetër. Kështu që nuk po themi ne që kanë rreziku, po që kanë qenë shuma. Ka qenë lëshim i mbrojtjes aktakuza dytë? Ka qenë çfarë? Lëshim edhe i mbrojtjes? Ka qenë, thash, mungesa e një koordinimi të mirëfillt, mungesa e një mbrojtjeje hermetike, ku klienti nuk jep instruksione as me pak të tilla, duke qenë djeniqe. Nuk thuhet ashtu brenda, sepse është një fjali e Kadri Veselit që i thot direkt, do të thot njërit prej dëshmitarëve. Një dëshmitar shkon vullnetarisht në qendrën e paraburgimit, po mendoj vullnetarisht në vizitë te zoti Veseli, edhe pyet nëse ka nevojë për diçka, sepse ka edhe këto persona të tjerë. Edhe zoti Veseli i ka tregu dëshmitarit në fjalë që nëse ne dëshirojmë të përçojmë mesazhe jashtë, i kemi mbrojtësit. Kjo është njëra prej fjalive që e thot zoti Veseli. Edhe zoti Thaqi ka komuniku, për shembull, ka aktakuzë pse ka komuniku me njërin prej antarëve të ekipit mbrojtjes të Kadri Veselit, Hajredin Kuqi, që tash është i bashk akuzuar, edhe ligji askund nuk e specifikon që një i akuzuar nuk ka të drejtë të flasë me një antar të ekipit mbrojtjes të akuzuarit tjetër, duke qenë se po flasim për dëshmitarët e njëjtë edhe për rastin e njëjtë. Te rasti i dytë ka vërtet shumë anomali edhe ka përgjime përtej qendrës së paraburgimit. Për shembull, ne e dim sa ku ka hangër drek zoti Berami që është sonte në studio me neve, pa e pas nevojën me ditë, sepse gjykata i ka përgju bisedat brenda qendrës së paraburgimit, po ja që e ka te kalu edhe kompetencën e vetë dhe ka shku përtej. Gjithsesi kjo është krejt tjetër. Po dua ta përmend. Një pjesë nuk po pajtohemi, po s'po du me ndërhyj. S'është ashtu. Shumë mirë që s'po pajtohemi. Gjithsesi është edhe letra e kryeministrit Kurti që nuk mundemi pa përmend, megjithëse është përmend gjatë kohë për gjithë këto vite që qeveria nuk po bën asgjë, mbase mund ta respektojmë vullnetin e zotit Kurti për ta dërguar këtë letër, por kjo më e pakta që mund të themi është që është letër shumë e kotë. Pikërisht për shkak shumë e kotë. Për dy arsye, për shkak të kohës kur është dërguar si letër, është 21 shtatori i vitit 2022 edhe për shkak të personit të cilët ja ka adresuar këtë letër zoti Kurti. E para për shkak të kohës që Gjitha çka ka dashur të thotë sot që e ka publikuar. Kjo letër, po më mirë mos ta publikonte. Më shani se unë kam provu me po diçka. Sërse unë s'kam provu diçka. Kjo nxjerr në pa shtetërore, i kam thënë që mirë dhe ishte kështu, po kjo nxjerr në pa dy probleme. E para, zoti Kurti e pranon edhe në këtë letër që dërgon pra i drejtohet presidentes dhomave të specializuara zonjës Ekaterina Trëndafillova, pasi që flet me ekipet mbrojtës edhe pasi që informohet për disa prej problematikave që kam, por është 21 shtatori, është vetëm 2 muaj, më pak se 2 muaj, pa u bërë 2 vjet që nga arrestimi atëhershëm, pra sot 5 vjet më 5 nëntor të vitit 2020, dhe e dërgon në kohën kur Kurti edhe gjithë secili në Republikën e Kosovës edhe jashtë saj e dinte modus operandin, mënyrën se si vepronte gjykata speciale, e dinte që gjitha këto që ka shkruar në këtë letër kryeministri tash në detyrë Albin Kurti janë komplet të kota, sepse e para
Në fillim të vitit 2021, gjykata speciale arrëzon të gjitha kërkesat 4 SUÇK-s për lirim të përkohshëm, përfshirë kërkesat specifike të kadrëve selit që merr garanci nga Policia e Republikës së Kosovës. Edhe në gjykatën themelore, edhe në dhomat e apelit, gjatë pjesës së parë të vitit 2021 zhvillohet një luftë shumë e madhe ku gjykata speciale qysh asë kohë e quan tek Policinë e Kosovës jo kompetente për ta menaxhuar cilin do prej të akuzuarve në shtëpi, sepse vlenin arsyet e njëjta që kanë vlerë edhe gjatë kësaj vere, kur kanë kërkuar treshja në këtë rast Veseli, Selimi dhe Krasniqi lirim të përkohshëm pasi përfunduan të gjithë dëshmitarët e prokurorisë pra dëgjimi tyre në sallën e gjykimit, që i kemi dëgjuar këto arsyetimet